Duke shëtitur në natyrë atë shëtitjen e përditshme që bëj këtu, në natyrë që ja u shprej dhe ju, gjeta një lule margarit, si që thonë këtu në Greqi, ose lule bako, dhe më kujtua të bëj një video, pavarësisht se kam bërë shumë video sot, ka qenë dita e videove, dhe dua t'ja u kujtoj, kush nga ju e bënte atë ushtrimin, më do, s'më do, edhe i besonte, por po më thoni, më shkruani, më komentoni, i besoni juve të gjithave këtyre lojrave që i quajmë fëminore, por është mirë të rrim në energjinë fëminore. Dhe pa bëni tani bashkë me mua, ajo që do na dalë, mendoni një person që e doni dhe nuk e dini që ai ju do apo nuk ju do. Ja të shikojnë çfarë do na dali. Filloni me fjalën e parë që vjen në mendje. Më do, s'më do. Më do, s'më do. Filloni dhe do ta bëj dhe unë. Dhe mund ta bëni ashtu si ju vjen. Mos filloj fjala e parë s'më do, më do. Parashikojeni. Siç e shikoni, jam në ecje dhe në të njëjtën kohë mos harroni të bëni atë ushtrimin e lirimit që kemi thënë. Në qoftë se ke diçka që të shqetëson ose një emocion, mund ta bësh qëllimin e kësaj ecjes dhe të thuash në 100 tapa po liroj ankesat që s'janë tënde dhe ato, Shikoni. Thash, shikojeni të bëni ditën më të bukur dhe mos u merrni me thashë themi, mos u merrni çfarë thon të tjerët, mos u merrni me gjëra dhe t'ju ngjitet mendja, po bëni diçka ndryshe nga ato që keni bërë. Të shikoni që jeta juaj do ndryshoj. Mos e jepni energjinë tuaj tek njerëzit e tjerë. Haj shikoni. Dhe provojni vetëm të shikoni çfarë ndryshimi do të keni. Në të njëjtën kohë, për pak do ndaloj, sepse kam dhe telefonin, nuk mund t'i bëj të gjitha, që ta bëjmë lojën së bashku. Për disa mund t'jeme lodhshme dhe për disa që ndaj gjithë të gjëra bashkë mund t'jetë çdo gjë tjetër. Po mua më pëlqen të ndaj gjithë shka. Shikoni sa bukur. Si që shikoni, jam ullur këtu në një gurë dhe tani duam t'a bëjmë. Po, më do, nuk më do. Po, jo, po, jo. Po, jo, po, jo, po, jo, po. Doli po, e pata, e bëra këtu live, edhe e gjithë kjo që ngeli, ta shikoni, është ngjyra e verdhë në mustardi, do të thotë dhe forca e shpirtit tuaj. Prandaj, sot, personi që keni vënë në mendje ju do. Okej, ju doli që ju do. Tani dua të bësh një pyetje vetes tënde. Në qoftë se një person tjetër nuk ju do, çfarë do bëhesh për ty? Nuk do jetoj një jetën tënde? Mos qëllimi dhe dashuria është tek ty. Ta duash veten tënde, akoma dhe duke dalë një shëtitje, akoma dhe duke bërë këto lojrat e vogla dhe me këtë energjinë e fëmijës të jetosh. Shikoj, çfarë do ndryshoj tek ty, në qoftë se ti do bësh këto gjëra që fëmijë ke dashur ti bësh, por të thanë se je femër ose mashkull dhe të vunë për kallepe të ndryshme, në për kuti të ndryshme që ti të mos i bësh. Po ndryshoj pak këtë energjinë. Një ushtrim tjetër që bëj gjithmonë dhe po i ndaj të gjitha gjërat me ju, është e shikoni, është një vend vetëm me pemë. Këtu vi gjithmonë dhe kam këto pemët edhe i kam vënë me emra. Kam bërë terapi të ndryshme në gjithë këto vendet që kaloj dhe i bëj për ditë këtë, se kam afër shtëpisë. Përqafojeni pemën, mbyllni sytë, merrni frymfell dhe liroheni dhe shikoni që tamam si lëngjet e pemës
që lëvizin në tërë trupin dhe shkojnë në rrenjët që ta ushqejnë, ose që nga rrenjët ushqejnë degët, gjithë të lartësi, është selvi kjo pemë. Dhe shikoni që edhe ju jeni një pemë, që filloni të shikoni dhe të lëshoni rrenjët e tua, rrenjët tuaja. Ndjeni lejtësinë dhe çfarëdo që ju shqetëson, dërgojeni në tokë. Toka është qenie e gjallë dhe që mund të të ndihmojë të japësh dhe të marrësh fuqi nga ajo për çfarëdo që ti dëshiron. Bëj balancimin tënd dhe këtu prapë po të them, mos harro të marrësh axhentën magjike nga rafti magjik, sepse ke ushtrimet e mëngjesit si mund të bëjmë balancimin e kimikateve tona në trupin ton, balancimin e trurit të majtë të djathtë, si mund të balancosh trupin tënd, veten tënde të lartë, mendjen dhe zemrën dhe shumë të tjera, të largohesh nga energjitë negative. Atëherë, duke bërë dhe balancimin, bëj edhe balancimin këtu, përqëndrohu te vetja jote dhe në qoftë se dëshiron, mund të flasësh me pemën, do më thot dikush tani janë të shmendur njerëzit po flasin me pemën. S'ka gjë, vetëm provoje. Dhe thuaj atë që ti dëshiron dhe të shqetëson, dhe thuaj në qoftë se ke një mërzitje, më largo të lutem atë mërzitjen që kam nga brënda, atë shprehjen që do donje t'ja thoshe komshies, një shoqe, një shoku, dhe do ta mërzitesh dhe atë. Pema vetëm na jep, nuk na merr. Dhe liroje dhe shikoj me frymfell, falenderoje dhe pemën për atë që të dha, që të dëgjoj, dhe shiko të ecësh dhe të lirosh çdo lloj emocioni që të bllokon. Do thënë sot të dha shumë ushtrime, nuk e di pse, por unë e di pse. Sepse është data 2 prill dhe kemi një energji shumë të fortë dhe energjia e ditës është sot, fillojmë gjëra të reja dhe mbjellim ato farat që do bëhen më vonë. Ndaj fillo dhe ti këto ushtrimet dhe më shkruaj si u ndjeve akoma dhe ditën e parë kur i ke bërë këto ushtrimet. Mos u përqëndron në inat, në mërzi, në problemet e të tjerëve. Mos merr ngarkesat e të tjerëve. Sepse ti, kur do kesh vetëm jetën tënde dhe nuk do përzihesh në jetën e tjerëve, nuk do marrësh ngarkesat e tjerëve, akoma dhe në qoftë se je nën ose babë, sepse si kush, si pas artës të evolucionit të shpirtit, analizën me ditën e ditëlindjes, ka talentet e tij, ka karmën e tij dhe duhet ta bëj ai person vetë. Vetëm do ndihmosh ata persona që do të ndihmojnë. Dhe po, fëmijët si prind, kur janë deri adoleshent, dhe do t'ju japësh ato veglat që të punojnë me veten e tyre, që të bëhen të fortë dhe të mos i bësh të pavlefshëm, sepse ne prindrit nga dashuria e madhe kemi bërë më tani dhe nga që nuk na jepeshin ne gjëra dhe tani dim shumë, ja u japim në pjatët të gjitha fëmijëve, ju plotësojmë të tëra dëshirat, se mos hanën materiale, dhe ata nuk luftojnë për jetën e tyre, do më thënë nuk bëjnë përpjekje, sepse dhe nuk vlerësojnë në atë parë, sepse i gjenë të gjitha gati. Nuk dinë se si mund të nxjerrin ato lekët, si mund të bëj diçka që të ketë një shtëpi, por i gjenë të gatshme. Dhe nuk janë mirënjohës për ato që kanë. Prandaj, unë këshilla jap, ose jap ndaj përvojën time si e shikoni, por ju do merrni ato që ju dëshironi dhe që ju pëlqejnë dhe ato që s'dëshironi. S'ka gjë, ju dua shumë, ditë të bukura e të mbarë.